Tendenca është për me mbulu mëkatin, për me fsheh mëkatin. Dhe gjithnjë me shty pendimin, sepse në qoftë se ka një çelës për pezullimin e pasojave të mëkatit, të mallkimit ndër breznor si rrjedhoi e mëkatit të njërit, vuan pjesa tjetër më vonë, gjithnjë njerëzit thonë ta shty pendimi për më vonë, ta shty për dielën tjetër, ta shty për mas një kohe, ta shty kur ta ndjej, ta shty edhe pak derisa kushtet të piqen. Për këtë arsye Bibla thotë, nëse dëgjon zërin e Zotit sot, pendohu, ktheu tek Perëndia. Mos marr një qafë të fortë. Dhe për këtë arsye, justifikimi, relativizimi, fshehja, shtyrja e pendimit, vjen dita kur mëkati nuk të trondit më. Kur mëkati bëhet normë dhe zëvendëson perëndishmërinë dhe shenjtë të rinë. Dhe kjo është gjendja më e frikshme, jo kur njeriu rrëzohet, kur njeriu bie në mëkat. Se po rrëzove, mund të ngrihesh nëse pendohesh, rrëfen mëkatin dhe del përpara Zotit dhe i thua Zotit, Zot, më fal, më pastro nga ky mëkat, e marr peshën e përgjegjësisë mbi vete. Unë nuk dua ta përsëris më këtë mëkat. Dua të jetoj me ty i shenjtë. Por nëse kjo nuk ndodh, ky pendim nuk ndodh, atëherë njeriu mësohet me një gjendje të rënë dhe të korruptuar, me rënjen, jeton aty poshtë, nuk mund të jetojë dot më lart.